Sa gram nitrat të bakrit përfitohen nëse 6.354 gram bakër treten acid nitrik, nëse është dhënë masa atomike relative e bakrit, azotit dhe oksigjenit. Fillimisht do të llogarisim masën molekulare relative të nitratit të bakrit, duke i mbledhur masat atomike relative të bakrit, që është 63.54. Mandej kemi 2 herë 14, 28. Mandej kemi 2 herë 3, 6, herë 16, 96 për oksigjenin. Kemi 4, 5, 11 edhe 6, 17, 7, 11, 7, 9, 9 edhe 9, 18, 187.54. Dhe shkruajmë raportin. Së pari, në bazë të ligjit për rujtjen e masës, kemi se prej 63.54 gramve bakër do të përftohen 187.54 gram nitrat të bakrit, ndërsa në bazë të kërkesës së detyrës prej 6.354 gramve bakër nuk e dim sa do të fitohen dhe x-i është e barabartë me 18.754 gram nitrat të bakrit. Për arsye se nëse prej 63.54 fiton 187.54, atëherë prej 6.354 që është 1/10 e kësaj fiton natyrisht edhe 1/10 e kësaj si produkt të nitratit të bakrit.